Pra vi njëri pas tjetrit. Dashuria për muzikën dhe përkushtimin ndaj brezave të nxënësve kanë shoqëruar për dekada rrugëtimin profesional të mësuesës së muzikës Lulka Merkulaj. Prej 38 vitesh ajo është pjesë e arsimit. Ka qenë një rrugtim shumë i bukur, i vështirë, me plot talente, cilat jam mundu me nxjerrë në jetë, të bëhen kantar të mirë, qoftë edhe instrumentista, mundohem që të kultivoj muzikën e bukur dhe të pastër shqiptare. Është një kënaqësi me dhanë artin, me dhanë muzikën, me përçu ndjenja dhe emocionet nëpërmjet muzikës. Kjo a bëj orën sa më të bukur me instrumenta të ndryshme. Mbas me ju shihni fizharmonikën, është fizharmonika babait tim të ndjerë. E kam sjell këtu në shkollë. Përveç mësimdhënies, ajo vazhdon të jetë aktive edhe në muzikë, duke sjell këngë dhe duke marrë pjesë në koncerte dhe aktivitete artistike. Muzikën e kam në shpirt, nuk mund të ndalem, nuk e di deri kur, por do kisha pas dëshirë deri në fund të jetës time të këndoj. Kënaqësia më e madhe kur ke mirënjohjen dhe përkrahjen e publikut. Ajo më shtyn që të bëj gjëra sa më bukura, muzikë sa më të bukur. Dëshirën time për muzikën e përcjelli tek fëmijët, më mban gjallë puna në ambientet e shkollës, më mban gjallë edhe muzika, aktivitetet muzikore. Pra i shoh të dyja shumë të lidhura me njëra tjetrën. Më japin një energji pozitive, më japin një kënaqësi shpirtërore. Angazhimi në arsim dhe pasioni për muzikën vazhdojnë të ecin paralelisht në rrugëtimin e saj, duke mbajtur Lulka Merkulaj një figurë aktive si në shkollë, ashtu edhe në skenën artistike.